Financimet e fermerëve përveç subvencionimit duhet të parafrojnë bujqësinë me Bashkimin Evropian, një drejtim ose prioritet në drejtim të bazave të bujqësisë shqiptare dhe europiane. Drejtuesja e Drejtorisë Mjedisit dhe Bujqësisë në Bashkinë e Vlorës, Aulona Veizi, thotë se duhet të hymë në Bashkimin Evropian me bujqësi autoktone. Futja në BE, në Bashkimin Evropian, kërkon shumë kushte për të plotësuar dhe një ndër më të rëndësishmet është dhe bujqësia, sepse në kapitullin 11 të Bashkimit Evropian janë shumë faktorë dhe shumë elemente që duhen plotësuar. Ne kemi një bujqësi, por ne duhet futemi në BE me bujqësi shqiptare, me bujqësi autoktone. Veizi thotë se kullimi është element mjaft interesant dhe i vështirë, ndërsa edhe ujitja është themelore e duhen financime shumë të mëdha në lidhje me kullimin. Së pari, ne duhet që të kemi financime shumë të mëdha nëpërmjet subvencioneve apo investimeve të forta dhe të mëdha lidhur me kullimin. Kullimin jo për problemin vetëm thjesht se ka përmbytje, por mbetja e ujit dhe jo mos kullimi i mirë i gjitha tokave në territore krijon dhe problemin tjetër të smundjeve dhe të parazitëve të cilët në momentin e parë nuk japin simptoma, po më pas ato japin efektin deri në humbje të prodhimit dhe fermeri dëmtohet ekonomikisht. Pra, investime të rëndësishme duhen në pjesën e kullimit, në sistemin e ujitjes duhet një vëmendje sepse natyrisht me ndryshimet klimatike uji do të jetë një element shumë i çmuar, por duhet që të bëhet dhe të vendoset me shumë eficiencë për shkak se jo vetëm që ka ikur koha e ujitjes me kanale të mëdha ujitse, por këto duhet të jenë sisteme të tilla që të shkojnë në bimën e dur, në sasinë e dur dhe në kohën e dur. Jo vetëm për eficiencë për ujin, por eficiencë edhe për prodhimin, sasinë e prodhimit edhe për cilësinë e tij. Drejtuesja e Drejtorisë Mjedisit dhe Bujqësisë në Bashkinë e Vlorës thotë po ashtu se një element i rëndësishëm për politikat e Bashkimit Evropian është zhvillimi i industrisë të plerave kimik. Një element shumë i rëndësishëm që do të përmendja dhe që mund të jetë subvencion, mund të jetë financim nga Ministria e Bujqësisë të politikave të BE-s, është që ne kemi një industri, duhet të zhvillojmë industrinë e prodhimit të plerave kimik dhe organik, pesticide, të helmeve, sepse po lindin shumë probleme, si për shembull importi që kemi rreth 15-20 milion euro, kemi import të këtyre pesticideve. Përse ne duhet që të importojmë kur kemi aftësi shumë të madhe, kemi shumë rezerva të mira të prodhimit të pesticideve organike, kimike dhe helmeve. Rreth studiues shqiptar kanë përcaktuar që rreth 1 milion ton kemi ne rezerva për prodhimin e pesticideve, pra mund të jetë një prodhim vendas. Ka 2-3 iniciativa në gjithë Shqipërinë, është një impjant në Lezhë i cili e bën produktin nëpërmjet përpunimit të blektorisë, të mbetjeve blektorale, kemi në Durrës një impjant tjetër nga Pularia, një impjant që prodhon këto, por nuk janë të mjaftueshme, sepse një ndër elementet që don edhe me fermerin që vuan, së pari është nëse importojnë çmimi është i lartë dhe nëse prodhojmë në vend këtu kostoja e prodhimit ulet, por mbi të gjitha kemi siguri. Ato që importohen mund të jenë të skaduara, mund të jenë jashtë listës së produkteve që janë në listën e lejuar ligjore, pra ka shumë probleme. Dhe përderisa kemi gjithë këto rezerva, unë mendoj dhe kam thirrje për bizneset, që ky është një biznes që sjell shumë të ardhura, po ndihmon shumë ekonominë, bujqësinë dhe fermerin.